Sonte në orën 21 nis zyrtarisht edicioni 4 i Big Brother VIP Kosova, një sezon që ka krijuar pritshmëri më të larta se çdo vit tjetër. Publiku pret surpriza, debate dhe profile të reja, ndërsa produksioni ka mbajtur gjithçka të mbuluar me mister, duke rritur kuriozitetin për natën e parë. Spektaklin këtë vit e drejtojnë sërish Alaudin Hameti dhe Jonida Vokshi, të cilët rikthehen me përvojë dhe energji të re, duke premtuar një ritëm më modern dhe një fokus më të madh te historia e secilit banor. Në shtëpi pritet të hyjnë 20 banor të përzgjedhur nga fusha të ndryshme si arti, media, sipërmarrja dhe bota digjitale. Identitetet mbeten sekret deri pak minuta para prezantimit, ndërsa produksioni sugjeron se dinamika e sezonit do të nisë fort që në ditët e para. Banorët janë izoluar që prej ditës së tjeshme, duke nisur zyrtarisht garën pa kontakt me botën e jashtme. Interes të madh ka shkaktuar shtëpia e re, e cila këtë vit është zgjeruar dhe ridizenjuar. Hapësirat shtesë dhe struktura e transformuar synojnë të krijojnë më shumë tension dramatik